Procesi zgjedhor në Kosovë ka hyrë në fazën e përmbylljes pasi Komisioni Qendror i Zgjedhjeve publikoi rezultatet përfundimtare të votimit të 28 dhjetorit, duke përcaktuar dhe përbërjen e re të Kuvendit të Kosovës. Sipas shifrave zyrtare, lëvizja vetëvendosje ka dalë bindshëm force par politike, duke siguruar 51.10% të votave dhe 57 mandate parlamentare. Partia Demokratike e Kosovës rënditet e dyta me 20.19% të votave dhe 22 ulse, ndërsa Lidhja Demokratike e Kosovës ka fituar 15 mandate. Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës do të përfaqësohet me 6 deputet, lista serbe me 9 ulse, ndërsa Partia për Liri, Drejtësi dhe Mbijetesë e Nenad Rashiqit ka arritur të sigurojë një mandat në kuvend. Ndërkohë, Nisma Socialo-Demokratike ka marrë 1.59% të votave. Kryesuesi i KQZ-s Krishnik Radoniqi theksoi se procesi i rinumërimit ka zgjatur 18 ditë dhe sipas tij zhvilluar pas një vërejtje nga vëzhguesit apo përfaqësuesit e subjekteve politike. Ai sqaroi se megjithatë e drejta e ankesës mbetet e garantuar për të gjitha palët. Radoniqi bëri të ditur se çdo subjekt apo kandidat mund t'i drejtohet panelit zgjedhor për ankesa dhe parashtresa brenda 48 orëve dhe shpallja e rezultateve, duke paralajmëruar se vonesat e mëtejshme mund të shtyjnë proceset e tjera institucionale për formimin e organeve të reja. Me publikimin e rezultateve përfundimtare pritet që të nisi negociatat politike për krimin e shumicës parlamentare dhe formimin e qeverisë së re së Kosovës.